Perëndia është për ne një stre dhe një forcë. Një ndim gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj, ne nuk do të kemi frikë, edhe sikur toka të luaj dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë dhe malet të dridhen në fryrjen e tij. Është një lumë, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon shumë i lartë. Perëndia është në mes të tij. Ai nuk do të luajë nga vendi. Perëndia do të na ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombet do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ai dërgoi jashtë zërin e tij, Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jonë. Ejani dhe admironi veprat e Zotit që ka bërë mrekulli mbi to. Ai bën që të pushojnë luftrat deri në skajet e tokës. Ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. Vargu 10 që është ku neve do të ndalemi sot. Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia i Jakobit është streha jonë. Edhe mësojmë dhe shikojmë diçka shumë të rëndësishme. Ku jeta jonë është përballë stuhive të ndryshme që gjithsecili mund të ndalet në jetën ose ka në jetën e vet. E kemi vënë re që zhurmat janë shumë të mëdha në botën ku na rreth. E kemi vënë re gjithashtu që në këtë botë ku neve jetojmë, ne vim dhe përballemi me faktin që ne duam t'i marrim gjërat në kontroll. Duam të kontrollojmë jetën tonë, duhet të kontrollojmë punën tonë, duhet të kontrollojmë të ardhmen tonë, duhet të kontrollojmë çdo gjë. Madje neve si prindër mundohemi që të kontrollojmë edhe jetën e fëmijëve tonë, por me dashuri për një të ardhme më të mirë. Dhe kur ndodhesh përballë gjithë këtyre gjërave, gjithë këtyre problemeve, gjithë këtyre sfidave, vuajtjeve, mundimeve të ndryshme që gjithsecili prej nesh përballet çdo ditë, i madh dhe i vogël, Perëndia thot një gjë shumë të rëndësishme. Ndan, po mendoni, përpunojeni vetë se si neve do dëshironim ose do të donim që ta ndanim këtë mësim me të tjerët. Si do t'ja peqonim ose do t'ja përqonim këtë mësim që ata ta kuptonin. Mendoni gjithashtu faktin, si do t'i thirrësim neve vëmendjen njerëzve në momente kaq kaotike, kaq zhurmuese, të sfiduese, stresuese që neve përballemi çdo ditë. Si mund t'i thrasim neve vëmendjen njerëzve? Si mund t'i themi neve njerëzve ndal? Ka një Perëndi. E keni vënë re kur në mëngjes neve të gjithë ngrihemi mëngjes me atë nxitimin, me atë, po edhe çuditërisht koha e mëngjesit ikën shumë shpejt. Ti nxiton edhe vërpon, të arrish në kohë, të arrish tek puna, fëmijët ata që i kanë të vegjël duhen t'i bëjnë gati, duhet t'i çojnë te kofshi, te shkolla, edhe duam që t'jemi fiks. E kemi vënë re se sa sfiduese është që të fokusohesh për te diçka e tjetër sesa atyre gjërave që je fokusuar në ato moment. Të fokusohesh tek Perëndia. Sot do mundohemi të mësojmë këtë gjë që si të sfidojmë neve veten tonë, si të ndalemi ne për ditë nga zhurmat, nga rutina, nga stresi jon i përditshëm, dhe t'i themi edhe të pranojmë që Zoti është Perëndia. Të pranojmë që Perëndia është në kontroll, nuk jemi ne. Tani pyetja është përsëri, si do t'i thërrisnit juve vëmendjen tuaj për Zotin, por gjithashtu vëmendjen e një familjarit tëndi,
një miku tënd, një njeriu tënd të afërm edhe për t'i thënë pikërisht, "Hey, ndalo." Neve si prindër kemi diçka të çuditshme, nuk e di, e kemi nga padurimi, por zakonisht në shtëpi kur ndodh një zhurmë që del jashtë kontroll. Edhe neve themi, të lutem ndalo, mos e bëj atë, mos e prek atë, mos luaj kështu se do vritesh, mos e do vrasësh dorë, mos e do vrasësh kamën, mos e kështu, pastaj bëhet zëri kumbues. Edhe të gjithë tremben, edhe thërrasin vëmendje, dale çik çash. Ndonjëherë në jetën tonë, Perëndia mund të na dërgoj mesazhe qetësuese, mund të dërgoj me një zë të ëmbël, Zoti është këtu, mund na dërgoj edhe me një zë sfidues, përsëri që Zoti është këtu, çfarë je ti duke bërë. Edhe ndonjëherë tjetër, edhe me ndonjë mesazh me një zë akoma më të lartë për t'i thirrur vëmendjes. Ishim dje po udhtonim, ku shkëmbye me një aksident që kishte ndodhur kokë në kokë. Sa po ishte pastruar rruga, ata po e ngarkonin makinat në karotre. Një makinë përpara nesh, domethënë që po pliste aty që kalonte rrugën. Sa kaluam neve 100 metra, 200 metra nga aksidenti që sa po kishte ndodhur, u fut dhe parakaloi në mënyrë të gabuar gati sa në përplas me makinën përmbas. Po si nuk thash, nuk vuri mend ky njeri, thashë sa pa aksidenti. Pa të njeriu kur ndodhin këto lloj problemesh, këto lloj ose aksidente të tilla, një shofer duhet, thirrri çik vëmendjes. Mund të ishte ti. Një moment është. Perëndia të thërret vëmendjen në momente të ndryshme që kujdes rrugës. Po gjithashtu edhe me jetën tua. E keni vënë re që kur kemi neve probleme me shëndetin, sa shumë i lutemi Zotit. E kemi vënë re kur duan të arrijmë diçka që nuk e kemi për momentin, sa shumë jemi të fokusuar tek Zoti, o Zot më ndihmo që të gjej një punë më të mirë, o Zot më ndihmo që fëmia mos ketë probleme në shkollë, sepse neve kemi probleme përditshme. Për shembull tek vargjet e para, 3 vargjet e para. Perëndia është për ne një stre dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luaj dhe malet të hidhen në mes të detit dhe ujërat të tërbohen dhe të shkumojnë dhe malet të dridhen në fryrjen e tij. Sikur gjithë këto trubullira të ndodhin në jetën tonë, ne diçka të rëndësishme e dim që Perëndia është me ne. Në problemet që neve përballemi, qofshin këto në spital, qofshin këto në punë ose ku diun diçka tjetër, neve duam të sigurohemi që jemi të sigurt. Në punë do marrim një të njohurin tonë, për shembull nëse po e sajoj këtë. Nëse na vjen në kontroll në punë, ne do marrim një që është që na siguron që nuk është e rrezikshme, është diçka rutinë, edhe ne qetësohet. Në spital, kur je atje ti përsëris do të sigurohesh që ti fuzësh mik dhe doktorit, që të dëgjojnë më shumë, që të shpjegojnë më shumë, që të japi barnat e duhura, që të japi përshkrimin e duhur. Pra neve mundohemi që të kemi një ndihmë gjithnjë ku në fatkeqësi. Mund të jetë një problem, një vuajtje, por neve kemi nevojë, e kemi këtë, nuk e di, e kemi si shis të tërë, të jashtme, që kemi nevojë për një siguri, për një ankorim, ku neve të mbahemi fort, që të jemi të sigurt. Ndaj dhe Perëndia na thot tek vargu 10, na thot ndaluni. Tek vargu 10 ai thot ndaluni. Si e thërrasim neve vëmendjen? Do na ndani ndonjë ide në fund të mësimit, Si i thërrasim neve vëmendjen njerëzve? I themi me ndalu me zë të lartë,
i themi me ndalu me një zë ftues për të ndryshuar drejtim, sepse ndalu në të paktën në kontekstin ton, edhe fjala nga hebraishte ishte afran, se mos e them gabim, që do thot ndaluni dhe qëndroni, dorëzojeni, hiqni dur nga timoni. Kur je duke nga rakini, hiqni dur nga timoni edhe leja Perëndis. Se mos i hiqni dur dhe. Në këtë lloj kuptimi na thot Perëndia, ndalu. Kujto që ka një Perëndi. Prano që unë jam Perëndia. Sepse në momentet tona të vështira, se në momentet tona të rahatisë, harrojmë plotësisht. E keni vënë re, sepse nuk mund të jetë vetëm fatkeqësi këto mjet. Por dhe në rutinën që unë sapo shpjegova para, me jetën tonë të përditshme, na sfidojnë këto gjëra. Na sfidojnë aq shumë sa ne harrojmë. Harrojmë se çfarë duhet të bëjmë, edhe harrojmë kohën tonë me Perëndin. Edhe shpesh herë edhe në familje ndodh që harrojmë edhe për kohën me njëri tjetër. Shkojmë në punë, nxitojmë për të vajtur në punë, nxitojmë për të ardhur në shtëpi, kur vjen në shtëpi bën ato detyrat e shtëpisë ç'a duhet për të bërë gratë që merren kanë përgjegjësinë ose me gatimin e me mbajtjen e shtëpisë, ulen pastaj dhe lodhur. Edhe harrojmë pra që neve të fokusojmë edhe të pyesim edhe njëri tjetrin, të shpenzojmë pak kohë me njëri tjetrin për të pyetur se si ka shkuar dita. A e pyesim neve njëri tjetrin në këtë pjesë, apo e nem në momentin e fundit. Ndaj dhe Perëndia na thot pikërisht këtë gjë, ndalun në rutinën tuaj të përditshme, që ti të je duke nxituar, duke vrafuar. Kujtoj që unë jam Perëndi. Unë jam ai që kam në kontroll, thot Zoti, jo ti. Detyra jonë ose ftesa që Perëndia na bën neve, dorëzoja Zot. Edhe si mund ta bëjmë këtë gjë që vim pikërisht tek pjesa hapave konkret për secilin prej nesh që ne mund të marrim. Është e rëndësishme që neve të qëndrojmë në heshtje edhe pa telefonin, kur jemi në heshtje. Se shpesh herë kur neve jemi në heshtje në qetësi, neve marrim telefonin edhe mos më luaj njerita, nëse po shploh. Ndërkohë që truri jot po punon aq shumë sa është i fokusuar pikërisht tek telefon. Jepini vetes tuaj, le t'i japim vetes tonë, gjithë secili prej nesh të luftoj pikërisht me këtë. T'i japi vetes kohë në mëngjes, në darkë, ku është më e favorshme për ty. T'i dhën kohë Perëndis për të medituar. A kemi neve ose a keni ju gjithë secili në një varg, në një psalm që ju e kujtoni edhe e mbani mend në kohë qetësie, që ju mund ta lexoni. Kjo është ajo sfida jonë e përditshme, sepse nëse ne ti mund ndalosh dhe të rish e mirë, ja po ndaloj, po rri në qetësi. Por duhet të rish në qetësi në këtë lloj forme, pra që të marrësh të lidhesh me Perëndin, pra me fjalën e Zotit, të lexosh atë, të kujtosh autoritetin e Perëndisë. Perëndia është në kontroll, nuk jemi. Edhe në ato moment kur neve marrim këtë lloj mesazhi që Perëndia është në kontroll, ne jemi në rrugën e duhur. Vargjet 4 dhe 7 është një lum, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë. Vendin e shenjtë ku banon shumë i lartë. Perëndia është në mes të tij, ai nuk do të luajë nga vend. Perëndia do ta ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombet do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ai dërgoi jashtë zërin e tij toka u shkri. Zoti i ushtrisë është me ne, Perëndia e Jakobit është streha jonë. Vargu 4 është interesant sepse thot është një lum që brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon shumë i lartë. Thuhet, unë nuk e di me saktësi,
Po, një lexim, shpjegim që lexova thoshte që nuk ishte lumi që kalonte në Jeruzalem. Edhe lumi simbolizon jetën, gëzimin, paqen, kur kalon në qytetin, edhe ky lum është pra Perëndia. Çdo gjë që Perëndia flet, merr jetë. Nuk është diçka, e keni vënë re që kur ne kritikojmë ndonjërin ose korrigjojmë ndonjërin, ne themi pse po flet kot. Fjalët e tua, ose është shpreha fjalët e tua i mori era, ose ajo shpreha tjetër folo mure dëgjoj gur, apo folo gur dëgjoj mur. Kush është? Pra ne ndryshon fjalët tona ndryshojnë nga fjalët e Perëndis. Fjalët e Perëndis marrin jetë. Vargu 6 fundi, vargu 6 thotë, ai dërgoi jashtë zërin e tij dhe toka u shkri. Domethënë që ai foli edhe u bë. Pra kur neve themi pikërisht tek vargu 10 thotë ndaloni, do të thotë që Perëndia nuk është diçka që po papat e kohë, dili të për këtë notë. Edhe ne shpesh herë e bëjmë këtë me rutinën tonë të përditshme. Po pa dhe kohë, hajde dhe adhuro dhe Zotin. Pra në të rutinën tonë të përditshme, në jetën tonë të përditshme, në atë zhurmë, sa prej nesh anë kohë atë dhe thotë, po nuk kemi kohë, jemi shumë zë. A e themi neve këtë në përditshmërinë tonë? Ne takojmë në një, po ke mu fare, jo po qa të bëjë, po dhe s'kam kohë, jam qenë shumë i zë. Jo me fëmijët, jo me shkollën, jo me punën, jo me këta, nuk kam kohë, qa të bëjë, mos ma merë për të. Mirë, dakord, njeriu nuk ta merë për tërës, po Perëndia po thot ndalun. Edhe ti nuk mund t'i thuash Perëndis, mos ma merë për tërës, o Zot. Nëse ti nuk i jep pak shpirtit tënd paqe, edhe të ndalesh dhe të kujtosh që Zoti është Perëndia, dhe Perëndia është në kontroll, dhe Perëndia ka në dorë jetën tënde. Dhe Perëndia është treja jonë, gjithë këto gjëra të mira, edhe Perëndia, Psalmi 46 po na thot pikërisht, edhe Perëndia është ndihma jonë. Në momente vështirësie, në momente probleme, në momente nxitimi, por thot ndaluni dhe pranoni që unë jam Perëndi. Unë do të ngrihem lart midis kombeve. Perëndia, gjithë këto gjallëri që ndodhin në jetën tonë të përditshme, unë shpesh herë ne kam bërë këtë pyetje, o mor Perëndis, si ka mundësi që njeriu të shkojë në kaq ekstrem edhe të veproj për përfitime materiale, që të dali edhe kundra familjes vet, që të urrej çdo person të mundshëm, vetëm si për të arritur një pushtet, një formë në tut. Por ç'është e vërteta është që Perëndia ka në kontroll gjithçka dhe Perëndia do t'i japi çdo njeriu vendin që i takon. Por çështja është dhe pyetja për neve sot është, apo ndalemi ne? A gjejmë neve kohë pikërisht për këtë gjë që t'i japim Zotit vendin që meriton? Edhe kjo është sfida më e madhe që neve përballemi çdo ditë. Edhe kjo është ajo, nuk e di si mund ta themi, edhe fatkeqësia jonë. Edhe çështja dhe pyetja është që e tillë që a kemi neve ose a do të ndalemi ne që të kujtojmë Zotin. E keni vënë re që gjithkoha ikën shumë shpejt? Jemi në nëntor tani? Është iku viti. Kur fillon java e hana, kur del të premten. Ikën koha shumë shpejt. Edhe pyetja është dhe çështja është, a do të ndalemi ne, a do ta pranojmë neve Zotin në jetë? Se neve themi, neve shqetësohemi sepse shqetësohemi duke u përpjekur që të marrim ne situatën në kontroll. Edhe ne themi atë shprehjen që thonë edhe pleqta, na ken Tereziti, po kam punën. E ken Tereziti, po duan të hanë ta. E ken Tereziti, po duan të vishemi ne. E ken Tereziti, po do lekti. Ajo çfarë është më e rëndësishme e të gjitha këto
shqetësime që neve kemi në jetën e përditshme, për të ngranin, për të pirin, për të veshurin, për shpenzimet të përditshme, neve shqetësohemi pikërisht duke thënë si mund si dha ju më thënë. Dhe nuk lejojmë Perëndin ton që t'i kontrolloj këtë gjë. Ky është problemi jonë shumë, sepse në qoftë se neve e lejojmë Perëndin dhe ja parashtrojmë Perëndis ton, është gjëja e parë që është që neve heqim barën. Perëndia do të sigurojë, nuk e di se si, por Perëndia siguroj. Nuk e di sepse nuk mund të them bëje këtë si punë atyre fjalëve magjike. Duhet të thuash fjalët magjike, abrakadabra e kështu me radhë që të ndodhi X gjë. Nuk funksionon me Perëndin. Marrëdhënia jonë me Perëndin është e gjallë, është e vërtet, dhe na ka dhënë këtë privilegj të madh që të quhemi bijtë. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë gjithsecilin për nesër, Zoti na beq.